Përshëndetje dhe mirë se po takohemi shikues të dashur të televizionit Syri Vizion, por edhe podcastit Rinia. Por I takohemi edhe këtë diel pikërisht në orën 18 këtu në televizionin Syri Vizion me një tjetër të ftuar. Tash disa javë, pothuajse tash 5 muaj e më shumë, radhazi jemi në transmetim çdo javë duke sjellur tek ju të ri të ndryshëm, talent të ndryshëm, e po ashtu për te talentit edhe shumë të suksesshëm. Edhe këtë javë unë dhe bashkëprezantuesja Arsa Saracini jemi përkujdesur të sjellim tek ju një tjetër të ftuar, I cili po I njëjti është shumë I suksesshëm në degën çaj ka zgjedhur. E unë sot nuk do t'ju prezantoj, do t'ju prezantoj Arsa Saracini. Arsa, përshëndetje. Përshëndetje Endi për ty, përshëndetje edhe për të gjithë shikuesit që neve për ndjekjen në këtë momente. Siç e tha Endi, tash shumë javë le të themi me muaj jemi përkujdesur që çdo të diel të sjellim mysafir të cilët janë shumë të suksesshëm në fushat e tyre, e patjetër që edhe neve na bëjnë krenar jashtëzakonisht shumë sepse jo vetëm në vendin tonë, jo vetëm në Kosovë, por në Shqipëri, por edhe në vende tjera ata kanë arritur të korrin suksese të shumta, çka me të vërtet është për tu vlerësuar. E ne para se të prezantojmë mysafirin e ditës së sotme, do t'i themi disa karakteristika për atë mysafir, ndoshta disa prej sukseseve të shumta që ai ka arritur. E mysafiri që ne e kemi sot të pranishëm në studio është fitues I çmimit të dytë në festivalin Teen Fest në Gjilan. Fitues I çmimit Grand Prix në festivalin Lyra Fest në Gjakov. Fitues I çmimit Grand Prix në festivalin International Musicland në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Fitues I 2 çmimeve Grand Prix në festivalin Viva Italia në Rom të Italisë. Fitues I çmimit të parë në festivalin Preparing Stars në Rumani. Dhe fitues I çmimit Best New Artist në kënga magjike 2025. E tash besoj që këto çmime mjaftojnë që ne të prezantojmë edhe mysafirin në ditës së sotme. Me ne është muzikanti, kompozitori, këngëtari Auron Deva. Auron, faleminderit. Përshëndetje. Shumë pas na bo kështu. Tash po I dëgjoj. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi shumë e madhe me qenë këtu me juve. Edhe ju uroj shumë suksese në këtë emision dhe në këtë podcast. Faleminderit shumë Auron ty që ki pranu sot me qenë pjesë e jona. Është kënaqësi me pas një tjetër talent shumë të suksesshëm si te. Auron, si me çdo të ftuar që kemi bërë unë Arsa, jemi përkujdesur që edhe sot ja nisim pikërisht me fillimet e tua. Pra, na trego pak se si lindi pasioni për muzikën. Ka lind, po ç'është në veçli, unë e kam pas pak të ushqyer në familje me qenë se qika hallës tema është Flaka Kërlani, gjakovarja e madhe këngëtare në Kosovë dhe Shqipëri, edhe jam rrit duke e pa ata në festivale, gjithashtu në performanca, ka këndu në shtëpi, ma ka ushqyqik edhe ka fillu qysh prej atëherë, që duke e pa në televizion në festivale të mdhaja, ajo dëshira me qenë unë aty bashku me ta, po edhe në karrierë personale, më ka ushqy atë dashnin për muzikën edhe dashnin për me bu diçka, edhe kështu ka fillu edhe kështu po e vazhdojmë. Auron, kur jemi tek studimet e tua, sa ka luajtur rol studimi yt në muzikë moderne dhe prodhim digital në punën që ti e bën sot, në muzikën që ti e bën ditën e sotme? Po, unë e kam komplet i gjithë edukimi im është në muzikë. Do më thonë edhe shkolla fillore, edhe mesme, edhe fakulteti. Edhe kjo ka bëjt që unë me konë komplet I fokusum në muzikë, edhe më ka rrit në shumë mënyra. Me qenë se edukimi muzikor në Kosovë dhe Shqipëri është plotësisht klasik, ajo ndikon që ne me studiu kompozitor të mëdhenj të historisë shekullore, edhe kjo ndikon që zhvillimi edhe I mendjes, po edhe I kreativitetit të jetë pak më ndryshe edhe pak më I hapur. Edhe kjo ka bëjt shumë që unë me pas thellësi artistike, si në të krijuar në muzikë, si në text shkrim, edhe besoj që ka pas ndikim pozitiv. Normalisht, në ditët e sotme, ndoshta thellësia është pak më e rrallë dhe pak më që ndoshta nuk dëgjohet shumë atë diçka, sepse kemi shumë muzikë të shpejtë, si çdo gjë në jetë, dhe në ditët normale, në ditët edhe ka ndiku mirë mendoj. Unë jam shumë I lumtur me ato që unë kom marrë prej muzikës në aspektin e edukimit në shkollë dhe në fakultet dhe gjitha.
Oron, ne në studio kemi pasur edhe këngëtare të reja në moshë tjera, që kanë marrë po ashtu pjesë si te në spektaklet të ndryshme. Edhe kemi pyetur pak a shumë për ato bukurit le temi të muzikës, për para skenat që ne i shohim faktikisht, por asnjëherë për prapa skenat. Unë dua të pyes pak, ne gjithçka që shohim në YouTube apo në televizion, shohim gjithmonë një produkt final të mrekullueshëm, të kuruar deri në çdo detaj. Por nuk i dim prapa skenat e këngëve sidomos. Sa kushton një këngë sot? Sa kushton? Me ndonë çmim apo në kohë? Çmim. Qa pyetje direkt. Po nuk e di, sepse tash kënga varion në producenta, në kompozitor, në tekst shkrues, edhe gjithmonë ajo është ndryshe. Shpesh ndodh që për shembull unë ose një artist tjetër ose ku dëgjoj menaxheri shkon me idenë që ka një buxhet të caktuar, ky është buxheti im, a mund të bëhet apo jo. Në aspektin kohor, kënga shpesh ndodh që zgjat, shpesh ndodh që nuk zgjat. Ka pas këngë që unë i kam bërë për një ditë, ka pas këngë që i kam bërë për 6 muaj, ka pas këngë që më kanë marrë 2 vjet ndoshta. E gjitha varet nga emocionet dhe kreativiteti, imagjinata edhe adrenalina ka të bëjë shumë, sidomos në studio. Prapa skenat, këngës, si në festivale, si në videoklipe, zakonisht është një punë shumë e madhe, sepse nga njëherë keq kuptohet kjo ideja që është muzikë edhe është për qef, po për artistin është mënyra se si pretendon me jetu edhe me jetu prej asaj. Edhe është një punë që nga njëherë e di këto punë për 9 deri në 5 që janë punë fikse, ajo e ka 24/7 atë punën edhe lodhjen, sepse edhe kur domethënë je në studio duke punu diku në 8-9 orë duke kriju një këngë, pastaj menjëherë duhesh me shku në një takim zane me ato që e bën klipin, pastaj edhe sidomos nëse je artist i pavarur, ajo të merr shumë energji, sepse ti je vet menaxher, je vet tekst shkrues, vet kompozitor, vet producent, vet consultant, edhe është një farë punë shumë e madhe kështu, sa i përket prapa skenave. Po që e mira është që ata që duan e bojnë me shumë dashni edhe shumë qef, edhe si është ajo thonja, nëse e bën punën që do nuk i më punu asnjëherë. Kështu që po, muzika e ka këto. Auron, ti e ceke paka shumë pjesën e prapa skenave, realizimi i një këngë, por besoj që edhe vetë individi ose këngëtari, le themi në këtë rast që ka për ta kënduar këngën, duhet të përgatitet si psiqikisht apo ashtu edhe fizikisht, por më së shumti me pjesën e zërit, sepse zëri është ajo pjesa kryesore. Cilat janë ndoshta disa nga ato teknikat që ti i përdor më së shumti në mënyrë që për ta pasur edhe zërin në gjendje më të mirë kur ke për të kënduar? Nxemjet në të kënduar janë njëjtë si sportistat kur i bëjnë nxemjet fizike, sepse telat e zonit janë muskuj, siç i kemi në gjithë trupin, është edhe teli i zërit. Tash, nëse këngëtari ka me këndu gjatë, ose nëse ka një performancë të madhe, një performancë impenjuese, atëherë normalisht që nxemjet duhet nuk vijnë vetëm atë ditë, duhesh me bën nxemje disa ditë përpara çdo ditë që teli me u zgjat, muskuli me u zgjat edhe me kon ma i përballueshëm, ma stabil. Disa prej ushtrimet të kënduarit janë shumë çuditshme. Domethënë nëse jeni në një prapaskenë me këngëtar, keni me një telefar zona, edhe ka me pas dikush është të bosi lop, dikush është të bosi gjell. Ka shumë sene, bile është edhe një shaka kështu në dikush është duke i ngacmu këngëtar, duke lshu zona komplet që s'kan të bojnë me nxemjet, edhe janë diku 10 këngëtare dhe asnjëri nuk është të reagu, sepse është aq normale me shu zona kot. Sepse telat janë ashtu, ne ka nevojë për zgjatje, nganjëherë duhesh me bërtit, nganjëherë duhesh prej poshtë me shku lart, sa ma nazal edhe shumë gjëra tjera që janë shumë çuditshme për një njeri normal që nuk është mësuar me këto. Po për shembull, mua çka më ndihmon më shumë ti është lip roll, thonë, është kur i drit buzët, edhe ajo si më thon këtë muskujt e fytyrës i fut në funksion, edhe diku 3-4 minuta me ato ushtrim është njëjtë si me ushtru 15 minuta me gojë të hapur mezanore. A doni me demonstru apo s'ka nevojë? Po është është shumë e çuditshme. Ka shpesh që nuk mund me bo, sepse është ashtu me të vërtet shumë e çuditshme dhe duhet mos me pas fort komplekse për me asë se goja deformohet i çik, po është vijnë këto gjëna vijnë nëse dojmë me kont fort edhe
artista. Je i fort, sidomos në këngët që krijon. Unë i kam dëgjuar disa nga këngët e tua dhe po du me të pyet pak më specifikisht. Ke këngë të ndryshme të publikuar në YouTube, ku mund t'i gjejnë edhe publiku që po na ndjek, po unë po du me të pyet kujt ja dedikon ato këngë? Ku bazohesh? A bazohesh në trende, a bazohesh në filma, a bazohesh në seriale apo në ngjarje personale? Si tek shkruas gjithmonë hapi i parë është me u bazu në ngjarje personale. Po unë kam një të mirë që kam një rreth shumë të mirë të shoqërisë time, ku i besojmë shumë njëri tjetrit edhe i tregojmë këto historitë tona dhe çka kemi. Edhe shumë shpesh ka ndodhur që unë bazohem edhe në ngjarje reale, por që s'janë të mijat. Edhe ajo nganjëherë shumë e lehtë me shkru për dikë tjetër, sepse kur jetë vetja je shumë i kufizuar, se ndoshta s'du me tregu këto, ndoshta s'du me tregu ato, ndoshta du të më nal këtu, jo se marrë, jo se ashtu. Kur shkruan për dikon tjetër, je komplet i hapun, se nuk është se të intereson fort, edhe me qenë se kërkush nuk e din për kënd është, edhe është më e lehtë, edhe ka ndodhur që shpesh kur kam shkruar për shembull për historive të tjera, ka qenë më lehtë me shkruar dhe ka dalë diçka shumë e bukur sepse nuk kam qenë ashtu shumë i kufizuar. E kështu. Auron, duke qenë se tashmë ti ke një repertuar të gjerë të këngëve dhe gjatë pjesëmarrjes në festivalet të ndryshme, apo thjesht edhe në këngët të ndryshme që ti publikon në YouTube, ka tematika të ndryshme nëpërmjet të cilave ato janë të bazuara. Po kur jemi te kënga opera, çfarë të ka shtyrë që të fokusosh edhe shëndetin mendor në pikpamjen tënde artistike? Opera ka qenë kënga ime debutuese, kënga ime e parë. Edhe unë paraprakisht në Gjakov kam pas këndu disa këngë të mia akustike me gitarë, me piano të këto mbledhit e të rinjve ku këndojshin tek parku ose edhe gjithmonë ka qenë kjo ideja e shoqënisë teme, e rrethit në Gjakov, sidomos çka ka me publikua Auroni si këngë të parë. Edhe kjo pak krijoi një farë presioni tek unë se do isha diçka që ndoshta është më ndryshe, diçka që më përfaqëson mua në atë moment. Edhe u bë opera, ideja është që me bë një temë të veçantë, një temë aktuale, sepse ne kemi shumë ky shëndeti mendor problemet me shëndetin mendor janë më së larti që kanë qenë ndonjëherë, shkaku i mediave sociale dhe jetës në përgjithësi siç është bo. Edhe pata idenë me fol për këtë temë. Edhe i teksti i këngës është pak i çuditshëm sepse jo mundu me shkru për një temë shumë të thellë, po me fjalor pak më komercial. Sepse desha me konë e kapshme për një masë më të madhe, por që po flet në ndërkohë, në të njëjtën kohë po flet edhe për diçka të thellë. Edhe kështu ka qenë kjo ideja e kësaj. Nuk kam dëshirë me shkru për dashni, po në momente kyçet jetës teme, siç është kënga jeme e parë ose kënga në festival për shembull, kam qef me fol për diçka më të madhe se dashnia. Këngë tjera atyre në vazhdimsi këndoj edhe për dashnin, se shpesh më bëhet kjo pyetja. Për dashninë, për vujtje. Po domethënë e kështu i ndajun, domethënë se opera ka qenë kënga jeme e parë, kam pas dëshirë me pas një tematik pak më të thellë. Nëse kam pas me performu me një festival, edhe aty kam pas qef më konë një tematik pak më ndryshe, jo tematik për shembull e dashnisë ose ndarjes ose ku diun. Auron, unë e ceka në fillim, por edhe ti vetë tregove që ne gjithçka që shohim në fund është një videoklip 2 minutësh, edhe mendojmë që është shumë e lehtë ta krijosh etj. Domethënë gjykojmë pak a shumë në mënyrën tonë. Unë po do të pyet si e përgjigjet ti stafin këtë rast, sepse po besoj që prapa kamerave ka një staf jashtëzakonisht të madh. Po. Varet për çka tash, për shembull tek festivali këngës magjike, është një mirë që është stafi festivalit që të ndihmon për shumë gjëra. Nëse është për shembull një videoklip, aty stafin për shembull e zgjedhi në bazë të bashkëpunëtorëve ku ndihem më së miri edhe për shembull njerëz që e kuptojnë vizionin. Kjo është gjëja më e rëndësishme, kur dikush për shembull e kupton çka ti dëshiron edhe e bën akoma më mirë, për mua për shembull e lehtëson shumë punën, edhe nëse unë qëndroj prapë 12 orë aty, është shumë më lehtë kur vizioni po kuptohet edhe ne po ecim gradualisht rrjedhshëm, sesa me u ndal, me u shpjegu, kupton edhe është stafi për shembull, njerëz që të rrethojnë edhe njerëz që ndihmojnë me ushtryn karrierë
mendoj që është njëra prej pikave më të rëndësishme, sepse ata kanë më konë njerëz që çojnë përpara ose të nalin aty ku je, kupton. Kështu të them. Auron po besoj që edhe Endi, duke qenë se të gjithë jemi kritik të vetvetes në fushën në të cilën ne jemi duke ushtruar momentalisht. Auron, duke qenë se ti ndoshta i dëgjon këngët e tua me një emocion pak më ndryshe, patjetër, sepse i ke krijuar vetë dhe shumë shpesh gjen gabime të ndryshme, ndoshta në pjesë të cilat janë pak më të vështira. Por kur jemi tek pjesët më kritike, a je ti kritik i vetvetes dhe cilat janë ndoshta ato kriteret që ti i përzgjedh në mënyrë që ajo këngë të jetë e gatshme për të dëgjuar pastaj nga publiku? Unë kam qenë shumë kritik i vetvetes, shumë, dhe ka qenë një moment ku kam pas bën një gabim, edhe më ka shku diku një muaj duke e vujt atë gabim. Aty e kom pa që në muzikë duhet me e shiju, ma shumë se që duhet me u kritiku. Dhe sepse në fund ditës muzika është industri e knatësisë, entertainment. Edhe aty kom pas mësu që unë duhet me kritiku veten, normalisht duhet me këshillu veten, duhet me pa gjanë komplet për një pozicioni më të ftohtë, jo emocional, por që nuk shkoj deri në atë pikën ku unë shkatroj veten ose e nali një projekt se nuk është perfekt. Kom mësu që perfeksioni nuk gjithmonë komet nal edhe kur nuk komet shty përpara. Sidomos në kohën që jetojmë sot, sa në të ecin atë shpejt sa që nuk ka kohë për shembull me nal një projekt për një vjet, pse nuk e ka një notë mirë ose nuk e ka në klipi një skenë të bukur apo diçka. Gjithmonë vetëm ribëhet ose ndryshohet shpejt për me nxjerr më të mirë në atij momenti, edhe e shijon mas nej procesin, sepse procesi është shumë i gjatë se rezultati. Rezultati shpesh ndodh që është 2 minuta ose një ditë. Edhe procesi gjithmonë ndodh që është diku 7 muaj i gjatë. Edhe pse mos më shiju 7 muaj, edhe me thonë okay, çka ke vlerësimi im edhe po vazhdoj me tutje me procesin tjetër, sesa me vujt 7 muaj, me shiju atë një ditë edhe pastaj nesër me vujt prap procesin e ardhshëm, kupton? Kështu unë funksionoj edhe kom pa që po e du muzikën shumë a shumë në këtë aspekt. Se kur filloj me kritiku veten ose me thonë s'jam i mirë ose s'jam mjaftueshëm, atëherë ndalem se nëse unë nuk e vlerësoj veten edhe nuk e du veten atë moment me besu në veten time që unë muj me bo diçka, nuk muj me prit as prej tjerëve për shembull që muj me besu në mu me bo diçka. Edhe kështu nisem unë me krijimtarinë edhe me ato çka edhe kjo më shtyn me vazhdu ma përpara. Deri në këtë moment e diskutuam pak a shumë në lidhje me muzikën dhe artin tënd. Por unë dua të diskutoj pak a shumë edhe me komentet që i hastin në rrjetet sociale, në muzikën tënde, në YouTube apo kudo në rrjetet sociale. A janë pozitive apo edhe ndoshta apo besoj është edhe ana tjetër, ana negative e komenteve, po sa ndikohesh ti nga komentet? Jam ndiku ndoshta në fillime, po mësohesh me kuptu që në shumicën e rasteve komentet vijnë prej nga se njerëz të njihen keq. Kupton, nuk kjo është se unë jam ndoshta keq, ose ato komente për shembull në fund ditës unë po publikoj diçka, edhe është shumë e kuptueshme njerëz nëse flasin, e kupton, edhe është shumë e kuptueshme që nuk kam ju pëlqyer 100% njerëzve gjëja. Edhe kur i qasëm me atë mirë kuptim, edhe komentet e këqija rrinë aty edhe nuk ndikojnë, sepse unë po e bëj këtë gjë me vetdije, kupton, edhe kur del aty, normalisht që ka me pas komente, edhe njerëz kanë me fol, edhe varet komplet prej gjësendit. Unë jam për shembull shumë i pastër me veten time në ato që ka bëj, edhe nëse unë jam i lumtur me veten time, mundet me pas komente që për shembull thonë s'po m'pëlqen ose e ke knaq, edhe unë kam thonë okay, është mendim i gjithë secilit. Edhe unë është rëndësishme me bë ato çka duan, sepse është projekti im, është muzika jeme që normalisht e bëj për botën, po në këtë rast unë po qes prej vetes time. Edhe dikush ka me e dasht ato, edhe dikush nuk ka me e dasht ato.
edhe të gjitha janë të mirë pritna. Ma problem është familjarët me i qëtësu, sa unë ju mësu, po për shembull familjarët normalisht mujnë me undiku, sa ata nuk është se e presin edhe ne jemi mësu në Gjakov gjithë se cili e dënë rahatin e vetë. Edhe kur e shetë që për shembull tash ka njerëz që mujnë me të shty ose ka komente negative, edhe aty në mund të më ndiku sepse janë të mësu në rahatin e të ne dhe nuk dëshirojnë për shembull dikush që as nuk e njohin me prish atë rahati. Po që i kemi mësu edhe ata, i kemi ushtru, i kemi dhënë ca leksione. Folëm pak a shumë për pjesën e artit në përgjithësi, për muzikën, për komentet pozitive, negative, por tash do të kalojmë tek një pjesë ndoshta që ka qenë, le të themi, kryetema e vitit të kaluar për ty. Ka qenë Kënga Magjike 2025 dhe pjesëmarrja jote në atë festival. Si ka qenë orona jo ndjesi? Që që thash edhe para se me fillu emisioni, ka qenë një Eurovision, dhe me thonë, shtetëror, kështu të në. Ka qenë njëna për eksperiencave më të bukra, kam mësu shumë, edhe unë kam shku në Këngën Magjike si një aurën tjetër, edhe kur kam marru Kënga Magjike, unë kam qenë komplet njëri tjetër, sepse këto eksperienca ka të mdhaja po të rriqen shumë, edhe po të mësejshin shumë, edhe po të bëjshin më të fort. Edhe unë nuk është se kom pas këngën shumë të letë, as performanca s'ka qenë letë, kam ushtru diku prej korrikut deri në torë konstant, edhe zonin, edhe performancën, edhe kondicionin e trupit. Kam qenë atlet olimpik, dhe me thonë. Gjithmonë duke u mundu, dhe me thonë, militar, kondicion, crossfit, fitness, gjitha. Ndjenja ka qenë shumë e bukur, e s'kenë shumë e madhe, publiku, diku 3.000-4.000 veta sa i zanë palati i kongreseve. Edhe knatësia ka qenë kur ka dalë këngat e Dila Shqiptare, edhe ka qenë unë e pash, do me thonë live, edhe kër e mora pasaj telefonin, veç e pash e telefoni u bombardu, edhe nuk e kësha prit se është e ideja që ti e bën, shka të mendon ti që mundesh me bo, që në atë rast ishte e madhe, po nuk e ki pak atë perceptimin që është e publiku. Edhe kër e pash që ajo po mirë pritet, edhe po vlerësohet, edhe njës fillun me më krahasu me këngëtar të mëdhaj si Dimashi, që është një këngëtarëve më të mëdhaj në botë, që është prej Kazakistanit, ose Vitas, që është këngëtari prej Rusisë. Ade ishte të qysh wow, adin edhe u përmend ke Eurovisioni, çdo ditë dhe më thonë, edhe ishte knatësi, atëherë filloj shkum të pallati kongreseve, ishte komplet tjetër gjë, sa është skenë gjigande. Po aty unë ndiva shumë më mirë, shumë më rahat, dhe më thonë, e poshën, skena më të mdhaja, unë jam gjithmonë më rahat, ke keni shaj për mu. Po ka qenë knatësi edhe kur e fitova çmimin, unë e kisha dëshirën me fitu edhe ndjesha që nështë ta e fitoj si çdo artist aty që ka qenë që e ka ndje që ka me fitu, ose që ka dash me fitu. Po kur e fitova atëre veç meta, thash, o zot s'kom mënu shka me fol. Po që ishte komplet tjetër eksperiencë, shumë e bukur. Një mini Eurovision e kisha qujtë. Disa në përgjigjet tënde e ceke Eurovisionin. Unë po të më të pyet më saktësisht në lidhje me Këngën Magjike. Pse këtë këngë zgjodhe për të konkuruar në Këngën Magjike 2025 dhe jo në festivalin në Shqipërisë, ku pastaj nëse do ishe triumfues, edhe do kishe mundësinë të prekje skenën e Eurovisionit viti 2026. A disa shumë më është bërë që kjo pyetje. Edhe as nuk është bë pyetje, është bë si më kanë urry për këtë që nuk më pëlqen si sans, se mantra është bo enkas për Këngën Magjike. E kemi pas vendimin me producentin edhe bashkëkompozitorin e Kongës, Lizbo Shtrakaj, me marrë pjesë në Këngën Magjike. Tash, duhet me u kuptu që deadline i Këngës Magjike dhe deadline i RTS-s janë komplet ndryshe. Njëni është në qershor, tjetri është në shtator. Nëse unë ku marrë vendimin me marrë pjesën Këngë Magjike, unë e ku marrë diku ka aprili maji, edhe kemi punu në këngën edhe kemi dorëzu. Atëherë ka ndodhur që deri në shtator deri në shtator ka qenë deadline i këngës tjetër. Mantra vetëm se ka qenë e dorëzume edhe është fillu me punu me performancën. Për festival të TSH ka kohë mendoj unë, e mira ka qenë që ajo është vlerësu edhe Kënga Magjike ja ka dhonë mendoj hakun sa i përket performancës edhe vlerësimit normalisht se fitova çmim atë, po që
shumë e kam dëgju këta, pse se ka dërgu, pse nuk di ke pse? shku në Eurovision me këtë këngë. Po, sepse e ke pasur një stil më evropian dhe zakonisht në Eurovision vlerësohen më shumë këngët që janë më ndryshe nga njëra tjetra, jo që janë le të themi zakonisht të njëjta. Dhe ti ndoshta e veçuar për një stil më ndryshe, madje unë e pash edhe në rrjetet sociale që është diskutuar për radio televizionin shqiptar që do të bësh pjesë e Eurovisionit. Nuk e di, ishte një lajm i tillë, sa është i vërtet? Ajo është vetëm kështu që po flasin njerëz, të ka shumë unë domethënë kam marrë në atë pikën kone e publiku këngën e re në Zen. Edhe në 2 minutat e parë, domethënë njerëzit akoma se kanë dëgju këngën, unë kanë ardhur mesazhet edhe kanë ardhur share në Instagram, Auroni për Eurovision, Auroni duhet më shku në Eurovision edhe kjo normalisht është shumë kënaqësi se po ka njerëz që po dëshirojnë me pa një djalë prej Gjakovës më shku në Eurovision, është bajegi kënaqësi, edhe sidomos për një artist që ka pas ëndër qysh i vogël. Po unë nuk është se kom thonë diçka, as nuk kom konfirmu diçka dhe as nuk do konfirmoj diçka, se nuk kom kur gjo, po ajo veç ka qenë kështu, diçka që njerëz po e përmendin edhe është kënaqësi. Po unë nuk më thonë po se jo për momentin, sepse nuk mundem. Nuk i dihet ndoshta të ardhmen në Eurovisionin e radhës, pse jo? Po normalisht, unë kam provuar me marr pjesë në RTS, Opera ka qenë një këngë që e kam dërguar në RTS, që nuk është pranu, edhe 2 vjet pas operës kam domethënë 3 vjet kam dërzu këngë, më duket. Po nuk kem pranuar asnjëherë, po shpresojmë që herave tjera kënga jame më kon gjithmonë më e mirë, sepse unë nuk mendoj që arsyeja pse unë s'jam pranu ka qenë pse ma kanë bërë mua me qëllim, sepse në fund ditës aty ndiko 100 artista që marrin pjesë, edhe pse duhet mua me ma bë me qëllim. Mendoj që ndoshta unë duhet me bë gjithmonë ma shumë edhe me konë ma i mirë që me meritu vendin në festival. Edhe, po, shpresojmë që ndodhë në i det. Auron, ti vetë e tregove që pjesëmarrja në këngën magjike 2025 të kalon mbresa të jashtëzakonshme. Por unë edhe Endi në hyrje të emisionit i cekëm edhe çmime të ndryshme që ti ke fituar në festivale të ndryshme. Po kur jemi tek Viva Italia, festivalit që ke marrë pjesë, si e përshkruan atë emocion? Ka qenë festival në Itali, festivali këngëtarve, do me të nuk ka qenë festivali këngëve, si që është kënga magjike ose festivali këngës, po ka qenë festival për artistat të cilët shpalosin vokal edhe këndojnë këngë të artistave tjerë. Edhe une në shkum në Itali me përfaqësu Kosovën, edhe une kisha një këngë, po kur shkum aty morëm vesh që jenë disa kategori, edhe aty për aty vendosa me këndu edhe një këngë dytë. Edhe ka qenë një ditë e gjatë, komplet garuse. Edhe unë ndodhi që edhe u smura, po që këndova Beyoncé, mos gabaj. Edhe fitova. I fitova 2 kategorit. Çmimi Grand Prix është çmimi më i madh që e ka një festival, si që edhe tek duket tek lojrat olimpike ku marrin çmime. Jo lojrat olimpike, po këto ku përfaqësohet Kosova në gara sportive dhe aty ka Grand Prix, që domethënë është çmimi Grand Prix, pastaj fillon vendi i parë, 2, 3. Edhe unë mora çmimin Grand Prix, që domethënë ishte komplet fitore e gjithë festivalit, edhe ajo ishte një farkënaqësie se kom marrë pjesë në këto festivale për me kriju eksperiencë, por megjithatë me përfaqësu Kosovën. Edhe Kosova në këto festivale nuk është fituar asnjëherë një çmim Grand Prix, se gjithmonë kanë qenë ato shtetet e mëdha, Rusia ose shtetet aziatike që dihet botërisht që janë të tmerrshëm sa i përket disiplinës edhe aftësive. Gjithmonë ka qenë kjo kënaqësia ku unë po ngres flamurin e Kosovës në këto shtete, edhe po jeti pari aty, edhe po ka më shumë tipike, edhe po del një këngëtar prej Kosovës që po e bën këtë gjë. Kështu ka qenë edhe në Maqedoni, ku ka pas shumë si racizëm, me thonë, ndaj shqiptarëve, edhe mu s'ka ndasht me mdhona as pik, edhe kom pas një uri ma mangu, ashtu se mi ka pas donë 0 pik, edhe prapë kom fitu, dhe me thonë, kom pas atë shumë pik, sa me fitu komplet festivali me një uri ma pak. Ka qenë komplet, këto më kanë mësu edhe më kanë kriju një farë eksperiencë ku unë me qëndru i fort edhe në momente, sepse festivalit në përgjithësi janë shumë të impenjuese edhe shumë të lëshme, edhe unë të kënga magjike ku mu diko 10 kg, po janë shumë të forta kështu, duhet me qenë me të vërtet i fort fizikisht,
po edhe me ndërështë për me i përballu, edhe normalisht shumë punë. Po, ka qenë një kënaqësi shumë e madhe me jap çmimin Grand Prix me flamurin e Kosovës. Gjithsej 7 çmime. Ne i cekëm para shumë orë se i prezantuam në fillim këto çmime të ndryshme që i ke fituar në Kosovë, por edhe për te shtetit tënd, po besoj. Më shumë, rregull. Po. 7 ose më shumë çmime le të themi pra kështu, edhe unë po du me të pyet për mbështetjen tashmë ndaj shqiptarëve që ke marrur, duke qenë se ke prekur festivalin ndërkombëtar dhe nuk është e lehtë, sidomos ti fitosh gjitha këto çmime që ke fituar ti. Po sa ka pas mbështetje nga shqiptarët? Po varet, sepse unë nuk mendoj që mos përkrahja e shqiptarëve vjen pse s'duan me përkrah. Ajo vjen për nga mosdia që unë e kom marrë çmimin. Se unë ndoshta kom shku në Itali, kom fituar dhe jam kthy. Po nuk është se ka pas për shembull marketing, ose nuk është se unë kom pas intervista, ose kom dal në televizion me thonë për shembull hey që son fitova, ose bona këta. Po ne jo mundu me promovu, pa e gjithmonë për shembull gjithmonë ndodh që nuk është mjaftueshëm, se tash për shembull e shoh tek njëri prej festivaleve të Kënga Magjike, e shohin shumë njerëz, edhe aty normalisht ka PR shumë të madh dhe njerëz të dinë për shembull. Po mas një muaj ti mundesh me bë diçka, me fitu një festival tjetër, por nuk e ka atë ndjekjen e festivalit të shqiptarëve, sepse është festivali i jashtëm. Edhe për atë arsye ndoshta nuk ka pas për shembull përkraje, po me këtë çmim që e mora këto të shqiptarët e dinin, pata përkraje shumë të madhe, kështu që besoj ajo kompensohet me çmime të tjera. Po normalisht në atë kohë kur i kam fitu festivalet ka qenë ajo dëshira me pas atë përkraje, ose me madit, ose me koni vlerësum, po që duke u rrit, kom mësu që jo gjithmonë duhet me shku pse mu nuk po ma bëjmë, po duhet me kuptu sa ndën për ato që është, që ndoshta kom shku në Itali, kom fitu, jam kthy, po njerëz thjesht nuk e din, që është më së normale. Edhe kur kam ardhur në Gjakov mas Këngës Magjike, nuk është se ka pas për shembull njerëz që më kanë dalë në rrugë më thonë hey bravo. A kupton? Ose se kjo është shumë për shembull ndoshta po kërkoj shumë, s'po kërkoj as pak. Kur gjë, po ka qenë ajo për shembull që e kom vrejt që është ndryshe për Shqipërisë. Në Shqipëri për shembull ka pas njerëz që më kanë dalë në rrugë ose kom shku me ble diçka dhe më kanë thonë hey ti. A vjen edhe prandaj edhe është gjithmonë kjo që duhet me kuptu për shembull që ndoshta jo gjithë njohin, ose jo gjithë e dinë, ose jo gjithë e kanë mendjen të ti, ndoshta e dinë që ti ke fitu, por njerëzit harrojnë sepse njerëzit e kanë jetën e tyre dhe vazhdojnë. Po që ata ju mësu mos me u mërzit shumë në atë aspektin, më kanë përkrah ajo. Rëndësishme është që në atë moment ku duhet për shembull, siç është Eurovisioni, ndoshta me posa dashnin, sepse ajo është shumë e rëndësishme. Pa përmendje Eurovisionin si përfaqësim shtetëror që shqiptarët e ndjekin. Mund të pas përfaqësim tjetër shtetëror, edhe pse jo, atëherë kisha dashur me kon përkraja e madhe. Patjetër, dhe shpresojmë që do të jetë, sepse ti dhe që janë më shumë se 7 çmime, po lëm ashtu, patjetër që janë edhe më shumë, sepse ne vetëm kaq kemi pasur mundësi që t'jemi në dieni, duke qenë se shumë kënaqësi edhe kur i lexoj çmimin dash okay, ku i morët këto informata. Edhe për ne ishte shumë kënaqësi të shohim që një djalë i ri në moshë nga vendi ynë, nga Gjakova, nga një qytet ndoshta le të themi i vogël, jo aq i madh, të arrijë suksese kaq të mëdha dhe të vizitojë edhe skena që janë shumë të mëdha, le të themi, edhe shumë e rëndësi, dhe po besoj që patjetër që sfidat e kanë karakterizuar ndonjëherë edhe rrugtimin tënd gjatë kësaj kohe. Dhe ka pasur shumë raste që përveç këngëtarit ti është dashur të bësh edhe punën e shumë personave tjerë që është dashur të jenë pranë teje në ato momente. Nëse je artist, a duhet të jesh domosdoshmërisht edhe producent për të pasur të gjithë kontrollin mbi punën tënde? Po nëse do me pas të gjithë kontrollin, atëherë ideja është me kon edhe producent. Po në rastin tamë nuk jam producent. Për të qenë producent kërkon me i ditë disa projekte, disa aplikacione, programe, edhe unë nuk është se di me i përdor, po ka shumë njerëz dhe shumë artista miq të mi në Prishtinë për shembull që i bojnë edhe ato. Po është ajo për shembull është tema e producentit, është ai që bën mixin, ai që bën masterin, edhe ajo pjesa e produksionit i ka disa fusha të tjera që duhesh me i mësu, edhe ka njerëz edhe që kryjnë shkollë, ka njerëz edhe që e bojnë komplet autodidakt. Edhe unë personalisht nëse po pyet, unë nuk di me bë produksionin.
edhe ndoshta pak më mirë që nuk di, sepse kam fillu me shku me atë thanjen që sa ma pak që din, aq më mirë. Se gjithmonë është mirë për shembull artisti me koni veçun prej njënës fushë dhe prej tjetrës, siç është mirë edhe producenti më konë ndryshe prej mixit dhe masterit, sepse gjithmonë je bias që je domethënë e dën ato tonën. A din? Edhe kur e dën ato tonën mundesh mos me e dëgju pastër. Edhe në muzikë dëgjimi është normalisht më e rëndësishmi sepse ne me vesh dëgjojmë muzikën. Po, ndodh nëse dën full kontroll kreativ, atëherë e mëson edhe produksionin. Po unë personalisht nuk e kam pat nevojshme me mësu, sepse për momentin po bëj shumë gjëra që ndoshta me mësu dhe produksion kishte qenë shkatruse. Jo. Domethënë ti e preferon që secili prej pjesëtarëve që duhet të jenë në organizimin ose në krijimin e një këngë të jenë të veçantë në fusha të caktuara, secili në punën e vet në mënyrë që kur të finalizohet të jetë një projekt të përfundimtar i mrekullueshëm. Idealja është ajo sepse një person nuk mundet me i bë 10 gjëra si me e bën një gjë. Se kur e bën një san, je i fokusum 100% aty. Kur e bën 10 gjëra i ki të ndonë 90% për secilën. Edhe nuk jetu e jap maksimumin. Kështu është mendimi im, unë për shembull në tekst shkrim, më pëlqen shumë edhe e llogaris veten po aq tekst shkruesa edhe këngëtar. Prandaj për shembull ata bëj me shumë dëshirë dhe jap 100% maksimumin tim sepse tekst shkrimi ka një tjetër mënyrë të prodhimit edhe është tjetër kohë edhe duke kënduar një ton kohë, po edhe duke kriju poezi, duke ngacmu trunin dhe kreativitetin për me bë diçka ma ndryshe, nga thellësia e shpirtit. Edhe ata bëj me shumë dëshirë, edhe kompozimin, po nga aspekti i produksionit, unë e di që nuk është në fushën teme shumë, edhe unë çka bëj është që jap ide shumë, për shembull them bëni çfarë çto bëni këto kështu, po producenti është gjithmonë në dorë të producentit, për shembull me e bë edhe me e ndrejç edhe me marr atë idenë teme edhe me bë një botë në vete. Auron, ti je shumë i në moshë, por ke një përvojë të jashtëzakonshme, sidomos me festivale të ndryshme. Po du më qëndru edhe pak këtu tek festivale, duke qenë se në të njëjtën karrige kemi pasur edhe 2 vajza, të cilat po ashtu kanë qenë pjesë e festivaleve, X Factor dhe Albania's Got Talent. Unë i kam pyetur pak për prapaskenat e festivaleve. Unë njoh shumë artistë që kanë marrur pjesë në festivalin e Shqipërisë, në Këngën Magjike, apo edhe në festivalin e Kosovës që po organizohet tash 3 vite, që ndoshta sipas tyre nuk kanë marrë hakun që duhet ta merrnin. Pra, prapaskenat sipas tyre kanë qenë të ndryshme. Nuk po du më konë bashkë drejt për drejt, po du më të pyet ty në lidhje me opinionin tënd, duke qenë se ke pasur rastin të shohësh edhe prapaskenat e Këngës Magjike, sa janë të vërteta këto spektakle, sa vlerësohet mendimi dhe votimi i publikut. Unë është shumë problem më pyet për këtë gjë, se unë vetëm se fitova. Edhe mu mendoj që më dha haku. Po, edhe nëse nuk më kishte dhënë haku, unë e kam atë mendësinë që duhet me punu ma shumë. Derisa edhe publiku lufton që mu me më dhënë haku. Ajo është mendimi im, unë kështu vepraj. Gjithmonë dëshprohemi. Sidomos nëse nuk fitojmë, ose se në fund ditës ne për shka po shkojmë aty për me fitu. Po, në momentet që, si që tash më herët, je i pastër me veten edhe e din ti çka mësh me bo, edhe e shë për shama performancën edhe thë, aty kisha mujtë me bo ma mirë. Nështë që jam ka ullë, nështë që jam ka ullë pik, ose që kjo sana se, ose edhe nëse është komplet perfekt. Gjithmonë është një diçka që e gjenë të vetja që të bën akoma ma unik, që herën tjetër me pas akoma ma shumë sukses. Unë, sa i përket, unë jam dëshpru, ka pas raste që nështë nuk kom fitu, edhe ka pas raste që me një festival asë nuk kam pas dërgu në finale, do më thonë ka marrë rrugën deri në Itali për shembull me e bo, edhe abedin, po nuk më ka dëshpru, më kom thonë, wow, okej, dështimi jam i parë në jetë, po ndina interesant, po shka bona gabim. Edhe këm këshyrë çka kom bo gabim, edhe ju mundu me përmirësu ata që herën tjetër mos më ndodhë, edhe herën tjetër kom shku vitin tjetër edhe nuk ka ndodhë. Po nuk
di që ata ma shumë, se ju më mësu mos me u dëshpru. Pse? Se gjithmonë është ajo ideja që a këto shkojnë kështu, ato shkojnë ashtu. Edhe nëse shkojnë, nuk është në kontrollën tonë. Çka është në kontrollën tonë, është emocionet tona ndaj vetës tonë, karrierës tonë, rrugës tonë. Unë për shembull e shoh veten time, e shoh rrugën time. Nëse nuk më jepet haku, nuk ka qenë në dorën time, nëse s'më është dhënë mu haku. A ja kam bën hakun? Ja kam bë. A kam bën punën? E kam bë. Unë jam i lumtur me veten time në çat pikë, në çat aspekt. Çka më bë më shumë? E shoh, punoj, e bëj më shumë. Kështu që po, mendoj që ma shumë njerëz ndoshta duhen me mendu pak më ndryshe, mos më u dëshpru për me e shiju më shumë. Jo për mos më u mërzit, sepse na gjithmonë kena me u mërzit, e qosh një ditë dhe je mërzitshëm, po për me e shiju më shumë, sepse vjen në atë pikën ku muzika nuk bëhet mu me dëshirë, e për mes me hup dëshirën edhe atë dritën brenda që e ki pas qysh fëmijë, sepse zakonisht ata që merren me muzikë kanë qysh në veçli, duhet me shiju procesin, me mësu me shiju procesin. Edhe është e vërtet që ndikojnë rrethi, ndikojnë shumë për shembull bën e këto bën ato dhe ajo ndikon ty në psiqik, po duhet kanjëherë me i mshel vesht, me i mshel syt edhe me ngu veten, me ngu zemrën edhe me bë maksimumin. Auron, cilat janë planet e tua të ardhshme? Planet e mia të ardhshme, po mundohem me publiku sa më shumë projekte. Sa po e kom publiku këngën e re, po du me publiku edhe këngë tjera, ndoshta me marrë pjesë në ndonjë festival prap, për experience edhe për me tregu, mendoj që me tregu veten akoma ma shumë se që e kam tregu, po qëllimet e mia nuk janë kjo, qëllimi jam është me emri artistikisht deri në fund vitit një pikë. Që unë kur të kryet viti edhe e shoh çka kam bë këtë vit, ndoshta nuk kam publiku shumë këngë, po niveli artistik më qenë më i mirë se ajo çka unë isha dje, për shembull. Këta kam dëshirë, jam i lumtur që kam fatin me mujt me e pa muzikën në këtë aspekt, edhe po shpresoj që ecë maksimum. Po më doket kurgjos tash. Shpresojmë edhe ne që pavarësisht planeve të tua që ndoshta i ke që sillen në mendjen tënde, t'i arrish ato të gjitha, e patjetër që kur të fitosh çmime të ndryshme ose ku t'i arrish të gjitha qëllimet dhe synimet që ti ke, ne të mirëpresim përsëri këtu në tavolinën e podcastit tonë. Me gjithë qef, unë pata shumë qef, ishte kënaqësi me kon këto. Mohabet e shumë i mirë. Auron, unë një tjetër pyetje që po duhet ta parashtru, tash jemi drejt fundit pak a shumë, po nuk po duhet të lënë me ik edhe pa ta bërë pyetje. Diskutuam për festivale, diskutuam për suksesin tënd të jashtëzakonshëm, diskutuam për prapaskenat, diskutuam për komentet, por jo për bashkëpunimet dhe kolegët e të muzikës. Po duhet të pyet, cili kishte me qenë një bashkëpunim i ëndrave me ndonjë këngëtar apo këngëtare shqiptare që ke dëshirë ta realizosh, por ende e ke një ëndër në sirtar? Okej, Shkodra elektronike. Madje edhe ke bë coverin, nëse nuk gaboj, të Kënga Zjarm. Kënga Zjarm që është bë viral vitin e kaluar, edhe ajo ka pa pik, domethënë qëllimi, vetëm është bë viral edhe më ka hap shumë rrugë. Shkodra elektronike kish me qenë një. Prej artistëve komercial mendoj Tajna është ajo që kish mujt me mu përshtat më shumë ti. Edhe kështu. I kisha bë edhe një këngë me Flaka Kërlanin, me qenë se e kam familjare, edhe kisha dashur me pas për veten time, për ata Auronin e vogël që e ka pa dikur në skena, edhe pse jo. Këta mendoj. Me shumë shpejt u përgjigja. Prita që kam e mendu. Sepse shumë hezitojnë të përgjigjen, sidomos kur bëhet pyetja me kë nuk do të bashkëpunoj kurrë. Me kës do bashkëpunoja, po sigurt me një artist që nuk është në fushën time. Për shembull për momentin, ndoshta me një artist që ndoshta merret me popullore ose me tallava, për aspekt për arsye se nuk përshtatet atë aspekt. Se unë nuk e shoh veten edhe ajo kishin, po unë nuk është se i di me emra. Kështu që mjafton që i ndodhe ata që do të kishe pasur dëshirë të bashkëpunosh, e patjetër që shpresojnë që në një të ardhme të afërt
të jesh pjesë e një bashkëpunimi të tillë dhe ne ta shohim, ta dëgjojmë muzikën e patjetër të krenohemi që suksese të tilla e këngë të tilla dëgjohen edhe ndërkombëtarisht, të shkojnë edhe në arena shumë të mëdha. Auron, ne të falenderojmë shumë që ishe prezent sot në tavolinën e podcastit tonë në emisionin Rinia. Faleminderit juve për ftesën, se stash edhe më herët shumë kënaqësi e mirë edhe shumë i lumtur që dy të rinj për Gjakovës po e bëjnë një emision dhe një podcast të tillë. Kështu që edhe juve shumë suksese. Faleminderit ju Auron, ishte kënaqësi e madhe që ta ndonim studion e podcastit Rinia me sukseset e tua të jashtëzakonshme. Faleminderit Mishkan edhe Orsa Sarçinit, por edhe gjithë publikut që na ndoshën deri në këto momente në të dielën e kësaj jave me muzikantin Auron Deva. Faleminderit Orsa. Faleminderit ty Endi, edhe njëherë faleminderit Auronit, e patjetër që falënderimi më i madh shkon drejt shikuesve, që patjetër çdo të diel në ora 18 janë besnik ndaj emisionit ton. E deri në takimin ton të radhës, të dielën tjetër ora 18. Mirëmbëjtje.